shkurtër lidhet me vendimin e gjykatës kushtetuese për të rrëzuar dekretin e presidentit dhe faktikisht edhe vendimin e qeverisë për shkarkimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Ka disa rrjedhime logjike nga ky vendim që unë dua t'i rinënvizoj pasi i kam shprehur edhe paraprakisht. Spari, siç duket, dhe nuk është hera e parë që duket për gjithë ata që duan ta shohin, unë nuk i pas kam kapur të tëra pushtetet. Kjo është fare qartë, apo jo, dhe është një gjë e mirë që duhet ta pranojnë dhe ata që faktikisht e kundërshtojnë jo mbi të vërtetat, por mbi të pavërtetat. Së dyti, nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes së tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet, apo jo. Dhe streti vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi i kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë për haban dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Velia në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirave. Më duket se edhe kjo është gjë më normale.